Në këtë qytet historia nuk ka nevojë për muze. Ajo shfaqet në çdo hap që hedhim, në kaldërmin e rrugëve, në minaret që prekin qejt dhe në urat që lidhin shekujt mes tyre. Ky është Prizreni, qyteti që ruan shumë thesare të trashëgimisë osmane në Ballkan, që nga xhamitë osmane të shekujve të kaluar deri tek kalat dhe hamamet historike. Ky qytet është një muze i gjallë në ajër të hapur. Në të gjen një nga monumentet më të rëndësishme të historisë së re shqiptare, shtëpinë ku nisi lidhja e Prizrenit. Prizreni, si qyteti i dytë më i madh i Kosovës, ruan me krenari gjurmët e qytetërimeve që kanë kaluar mbi këtë qytet. Kjo është xhamia e Sinan Pashës, e ndërtuar në vitin 1615, është po ashtu një simbol i qytetit të Prizrenit. Me kupolën e veshur me plumb dhe minaret e larta, kjo xhami është një shembull i shkëlqyer i arkitekturës osmane. U restaurua në vitin 2008 nga Tika, pak metra më tutje, mbi lumin lumbardh që ndan qytetin, që ndron ura e gurit, e ndërtuar në stil osman dhe e rindërtuar pas përmbytjeve të vitit 1979. Ajo është arteria që lidh të kaluarën me të tashmen. Në maj të qytetit, kalaja e Prizrenit ofron jo vetëm një pamje mbreslënëse, por edhe histori që nisin nga romakët e deri tek osmanët. Brenda saj, gjurmët janë të freskëta, të prekshme. Hamami i Gazi Mehmet Pashës, një nga më të mëdhenjt në Ballkan, sot funksionon si qendër kulturore dhe teqja e Halvetive, ndërtuar në vitin 1713, mbetet një vend i gjallë spiritualiteti dhe trashëgimie. Në Prizren sot gjen shumë turist, por çfarë ju bën përshtypje atyre? Vikend, si mi kon kohare, me pa pak qyteti, me shëtit, është vend i bukur. Prizren'de Osmanlı tarihi daha çok hakim olduğu için buraya geldik arkadaşlarımızla. Halkı çok iyi, çok samimi. Ka lloj turista, lloj nga gjithë bota vinë këtu. Është një vend shumë i bukur, një vend turistik Prizreni. Ky është Prizreni sot, një qytet që ruan traditën e tij, një dritare e hapur për të kuptuar më shumë rreth islamit dhe traditës osmane në Ballkan.